Horoskopi për ditën e diel 12 prill 2026. Dashi. I dashur Dashi, bëhu gati se Marsi po ju ndes fitilin si kur më parë. Sot nuk jeni thjesht një njeri, jeni magnet i gjallë, tërhiqni çdo që ju del përpara me atë sharmin tuaj egzotik. Do të ndjeni një forcë brenda vetes që mund t'ju shtyjë të bëni gjëra të mëdha. Por kujdes, mos u mbytni me një pikë ujë nëse planet nuk ecin fiks ashtu siç doni ju. Shpirti juaj do të fluturojë larg, shmangni sherrin për gjëra të kota, vetëm sa për të thyer mërzinë. Sot bota është skena juaj dhe ti je aktori kryesor. Koha me fat 11 deri 13:30, ngjyra me fat e kuqe dhe argjend. Demi, i dashur Demi. Sot yjet po ju thonë të ulni pak marshin e punëve dhe të dëgjoni zërin e ëndrave. Diçka nga e kaluara do t'ju vinë ndërmend, por jo për t'ju mërzitur, por për t'ju dhënë një çelës të ri. Shpirti juaj ka nevojë për qetësi, ndaj mos e shtyni veten me zor. Lëri gjërat të rrjedhin vetë, se Zoti ka bërë planet më mirë se ju. Nëse ndjeni nevojën për të ndjenjur pak vetëm, bëheni. Është koha të pastroni shpirtin nga mbeturinat e vjetra. Koha me fat 17 deri 19. Ngjyrat me fat jeshile dhe krem. Binjakët. Të dashur binjak, ju nuk ju zë vendi vend. Sot ajri rreth jush po ndihezet nga idetë tuaja. Një mik apo një bisedë e rastësishme do t'ju bëjë që të hapni rrugë që nuk e kishit menduar. Jeni në kërkim të diçkaje më të madhe, të një kuptimi që do t'ju mbush zemrën. Por dëgjoni këtu, para se të hidheni me kokë në një projekt të ri, hidhni një sy letrave dhe detajeve dhe mos u gënjeni nga entuziazmi i momentit. Një dëshirë e fshehur do t'ju zgjohet dhe do t'ju bëjë të ndjeheni më të gjallë se kur. Koha me fat 9 deri 10:30, ngjyrat me fat e verdhë dhe blu. Gaforja. Sot e dashur Gaforre, emocionet mund t'ju prekin thellë deri në palc, por në mënyrën më të mirë të mundshme. Do zgjidhni nyje të vjetra me njerëzit e zemrës, vetëm duke hapur shpirtin. Në punë apo karrierë po ju prek një dritare e re. Mos u mundoni të bëni gjërat me forcë, por lërni intuitën t'ju udhëheq. Nëse ndjeni sikur do të ikni diku larg, përgjegjësive, mos u tremni. Është thjesht imagjinata juaj që po kërkon pak ushqim. Ëndërroni fort se ëndrat kanë fuqi. Koha me fat 20 deri 22, ngjyra me fat është e bardhë dhe vjollcë. Luani, i dashur Luan, dukesh se je në një kulm të shkëlqimit tënd. Njerëzit që mblidhen rrotull jush ju adhurojnë. Mos u merrni me shifra dhe kontrata të rënda sot. Mendjen e keni tek gjërat e bukura, tek arti. Shpirti po kërkon aventura, vende të reja dhe ndjesi që nuk i keni provuar më parë. Lërni intuitën që t'ju tregojë rrugën dhe mos u nxito. Një dëshirë e re po lind në zemrën tuaj dhe kjo do t'ju jap një energji që mund t'ju mbaj gjallë gjithë javës. Koha me fat 14 deri 16, ngjyrat me fat e artë e portokalli. Virgjëresha. E dashur Virgjëresh, po digjesh nga dëshira për të vënë në rregull në çdo gjë, por yjet të thonë ndalu pak, diçka magjike endet në ajër. Shpirti juaj po kërkon një lidhje më të thellë, diçka që të prek shpirtin, jo vetëm logjikën. Është koha të lini pak vend për romancën dhe fantazinë. Mos e shihni botën vetëm bardhë e zi, se sot ka ngjyra vetëm për sytë tuaj. Mbaj këmbën në tokë, por kokën lëre të fluturoj pak. Koha me fat 8:30 deri në 10 paradite. Ngjyrat me fat kafe dhe gri e hapur. Peshorja. E dashur Peshore, sot bota po sillet rreth njerëzve që keni pranë. Do ndjeni sikur keni nevojë për një përqafim, një fjalë të mirë më shumë se kurrë. Jeni të rrethuar nga një mister që ju bën shumë tërheqës në sy të tjerëve. Kujdes, vetëm mos i bëni gjërat e vogla tragjedi. Mos kërkoni dramë aty ku ka qetësi. Një person special do t'ju jap atë shtysën që ju duhej për të nisur një projekt që kishit lënë pas dore. Dashuria sot është busulla juaj. Koha me fat 12-14. Ngjyrat me fat rozë dhe gurkali. Akrepi. I dashur Akrep, sot nuk keni mendje për të bërë zhurmë, por për të eksploruar rreth vetes tënde.
po ndjejnë gjëra që të tjerët nuk i nuhasin dot. Mund t'ju kthejnë disa kujtime që ndoshta do të reflektoni, por kjo do t'ju bëjë më të fortë. Në punë apo në shëndet provo diçka ndryshe, diçka që ju pëlqen vërtet, jo vetëm sepse duhet. Por edhe nëse humni pak në ëndrat tuaja gjatë ditës, mos u ndje keq, aty po gjen frymëzim për betejat e radhës. Besoni tek forca juaj e brendshme. Koha me fat 21-23. Ngjyra me fat e zezë dhe vishnje. Shigjetari. I dashur shigjetar, je si një shkëndij që kërkon të ndezë zjarr kudo që shkon. Je i etur për ide të reja dhe njerëz interesant. Marsi po të jep një fuqi të madhe për të ndjekur atë që do, por mos harro. Duro pak se nxitimi të prish punë. Je shumë tërheqës sot dhe njerëzit do të duan për praninë tënde. Përdore këtë energji për të krijuar diçka të bukur, qoftë një pikturë, një poezi apo thjesht një bisedë që të mbush shpirtin. Gëzoju jetës, shigjetar. Koha me fat 10 deri në 12 paradite. Ngjyra me fat lejla dhe blu errët. Britqafi. I dashur britqaf, mendja juaj është tek shtëpia dhe njerëz të gjakut. Mund të ndjeni disa dëshira të çuditshme apo impulse që nuk i keni patur kurrë më parë, por dëgjojeni, janë shenja që tregojnë se diçka po ndryshon brenda jush. Mos kërkoni shumë nga të tjerët sot, që të mos zhgënjeheni, por krijoni vetë atë qetësinë që ju duhet. Është një ditë e mirë për të imagjinuar për të ardhmen e familjes tuaj. Sillni pak më shumë bukuri dhe ngjyra në shtëpi dhe kjo do t'ju bëjë të ndjeni mrekullueshëm. Koha me fat 16 deri në 18. Ngjyra me fat e gjelbër ulliri. Ujori. I dashur ujor, sot hëna është e juaja. Jeni në qendër të vëmendjes dhe çdo fjalë që thoni ka peshë. Do të bëni disa biseda që do t'ju duken sikur janë shkruar nga fati, plot të rastësi që mund t'ju çudisin. Edhe pse mund të ndjeni pak me kokë në re, nuk bëhet fjalë për punë të rënda. Fuqia e mendjes tuaj sot është shumë e madhe. Keni disa ide që ndoshta mund të ndryshojnë botën ose të paktën botën tuaj. Flisni, shkruani, lidheni me të tjerët. Sot fjala juaj ndriçon. Koha më me fat është në mëngjes, deri në orën 9:30. Ngjyrat me fat, ngjyrë gri. Peshqit. Të dashur peshq, sot bota juaj e brendshme po zihen. Do ndjeni një dëshirë të madhe për të bërë ëndrat realitet, sidomos ato që kanë lidhje me mirëqenien tuaj. Kujdes me lekët sot, mos hidhni parat në erë për gjëra që shkëlqejnë por që nuk ja vlen. Nëse ndjeni të lodhur, është një shenjë që shpirti juaj ka nevojë për frymëzim. Gjithçka varet nga sa e besoni ju qëllimin tuaj. Kur peshqi gjen motivimin, nuk ka mal që nuk e lëvizin. Lërni imagjinatën të punojë për ju. Koha më me fat është 6:30 deri në 8:30 në darkë. Ngjyrat me fat është blu dhe e bardhë. Ju urojmë të gjithëve një ditë sa më të mbar dhe t'ju plotësohet çdo dëshirë.